Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse pini ujë me sodë buke çdo ditë, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Para së gjithash, është e nevojshme të mbani mend se soda e bukës merret në doza të vogla dhe para se ta bëni është mirë të konsultoni me mjekun tuaj, veçanërisht nëse vuani nga tensioni i lartë i gjakut apo keni një dietë të varfër të natriumit, rast në të cilin soda e bukës duhet të shmanget. Thënë kjo, jaste si një gjysmë lugë çaj, sodë buke, e holluar në një gotë me ujë natyral dhe në temperaturën e dhomës, nëse merret çdo ditë mund të bëjë ndryshim në trupin ton. Soda e bukës rregullon pH-in e gjakut duke reduktuar nivelin e aciditetit. Ndihmon tretjen sidomos kur kombinohet me lëng limoni ose xhenxhefil, të marrë menjëherë pas një vakti të rënd. Vepron si një antiacid duke paksuar djegjet në stomak dhe urthin. Zvogëlon çdo infeksion të traktit urinar duke dezinfektuar atë. Mban kolesterolin e keq nën kontroll dhe ndihmon për të zbutur mishrat nga inflamacionet. Redukton ëndjet në përgjithësi. Për më tepër, studimet e fundit kanë treguar se një dozë minimale e marrë çdo ditë i bën më pak akute problemet në lidhje me lupusin dhe artritin reumatoid. Soda e bukës provon të jetë të shkëlqyer si një zëvendësuese për majan, duke treguar se është një ilaç i shëndetshëm për të bërë në shtëpi edhe përgatitjen e ëmbëlsirave apo brumrave. Që të funksionojë, megjithatë është e nevojshme për ta kombinuar sodën e bukës me pak lëng limoni ose mund ta kombinoni edhe me kos. Bazuar në shumë studime, brezat e tërë kanë përdorur sodën e bukës si një kurë natyrale për shumë probleme shëndetësore. Njerëzit e përdorin sodën e bukës edhe për të zbutur simptomat e urthit apo edhe për të zbardhur dhëmbët. Studimet të fundit shkencore kanë zbuluar se soda e bukës përbën një ndihmë efikase kundër sëmundjeve autoimunitare dhe siç janë artriti me reumatizmën. Eksperimentet e kryera nga shkencëtarët e Universitetit Augusta në Georgia të Shteteve të Bashkuara nxorën rezultate komplekse. Soda e bukës i qetëson qelizat në trupin ton dhe i forcon ato për të na mbrojtur ne kundër sëmundjeve të këqija. Të shumt janë ata që e kanë quajtur tonikun e sodës së bukës me limon një kurë të mrekullueshme. Limoni është i fuqishëm kundër baktereve dhe mikrobeve. Ai ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut dhe lufton stresin. Soda e bukës ekuilibron nivelet e pH-it që e bën të pamundur progresin e sëmundjeve. Për të përgatitur një lëng të tillë, përzini një lugë gjelle me sodë buke, një gotë me ujë dhe lëngu i një limoni. Lëreni lëngun të qëndrojë gjatë natës dhe pijeni në mëngjes përpara se ju të hani ushqim. Ky tonik do të pastrojë sistemin tretës dhe do të balancojë pH-in. Ju mund të pini një gotë të dytë përpara se të flini gjumë. Kujdes, soda e bukës përmban shumë sodium, ndaj mos e teproni. Nëse vuani nga sëmundjet e mëlçisë, veshkave, tensioni i gjakut apo edema, atëherë nuk duhet të pini ujë me sodë buke. Mos e pini tonikun nëse jeni shtatzën ose lohon. Fëmijët nën 5 vjeç nuk duhet të pinë ujë me sodë buke. Nëse pini ilaçe, mos pini ujë me sodë buke. Mos pini tonikun nëse jeni me stomakun plot. Ky lëng ju bën gjithashtu edhe më të etur. Soda e bukës ofron mjaft përfitime për shëndetin. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës rregullon strukturën kimike të organizmit dhe përshpejton shërimin e tij. Soda e bukës është një përbërës i cili nuk mungon kurrë në kuzhinë apo në frigorifer. Përveç përdorimit tradicional, të paktë janë ata të cilët e dinë se soda e bukës ka vlera të mëdha terapeutike.
Gjithashtu, soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi që reagon menjëherë sa po bie në kontakt me substanca acidike si uthulla apo kosti. Pirja e ujit me sodë buke është një traditë e lashtë e cila rekomandohet kundër sëmundjeve si artriti, problemet me tretjen, urthi apo infeksionet. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës rregullon edhe strukturën kimike të organizmit dhe përshpejton shërimin e tij. Soda e bukës kundër urthit. Në qoftë se ju vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminon dhimbjen e urthit. Bulëzat e ujit ndihmojnë edhe në çlirimin e gazrave dhe largojnë fryrjet. pH-i dhe shërimi. Aciditeti i tepërt në organizëm nxit shfaqjen e sëmundjeve si osteoporoza, sëmundjet e këqija dhe artriti, të cilat lulëzojnë në një mjedis me aciditet të lartë. Pirja e ujit me sodë buke balancon pH-in dhe promovon mirëqenien apo ushqen trupin me energji. Kundër inflamacionit. Inflamacioni i kyçeve shkakton shumë dhimbje. Toniku me sodë buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik në urinë, gjak dhe në inde. Kundër infeksioneve urinare. Uji, lëngu i boronicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomandohet kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës ul nivelin e aciditetit në urinë. Më shumë energji dhe gjallëri. Nëse kryeni aktivitete fizike, atëherë keni nevojë për më shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzier 4 gota me ujë me gjysmë lugë çaji me sodë buke, 1 lugë çaji me krip deti, 2 lugë gjelle me mjalt dhe 1 lugë gjelle me lëng limoni. Të shumt janë ata që e kanë quajtur tonikun e sodës së bukës me limon një kurë të mrekullueshme. Limoni është i fuqishëm kundër baktereve dhe mikrobeve. Ai ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut, lufton stresin dhe parandalon sëmundjet e këqija. Soda e bukës ekuilibron nivelet e pH-it që e bën të pamundur progresin e sëmundjeve. Për të përgatitur një lëng të tillë, përzieni 1 lugë gjelle me sodë buke, 1 gotë me ujë dhe lëngun e 1 limoni. Ky tonik do ta pastrojë sistemin tretës dhe do të balancojë pH-in. Ju mund të pini 1 gotë të dytë përpara se të shkoni për të fjetur gjumë. Gjithashtu, soda e bukës mbetet një ndër produktet më të veçanta edhe për të trajtuar largimin e baktereve dhe kërpudhave. Soda e bukës ka veti antibakteriale dhe antifungale. Mund të përdoret si një ndihmë për të luftuar bakteret dhe kërpudhat të cilat shkaktojnë infeksione të thonjve dhe të lëkurës. Sodë buke për flokë të bukur. Kur i shtohet shampos, veçanërisht nëse është neutral dhe pa paraben, soda e bukës do të kontribojë në një pastrim më të plotë të flokëve. Do të largojë papastërtitë dhe yndyrat. Shtoni 1 lugë çaji sodë buke në shampon tuaj, fërkojeni në flokët tuaj dhe më pas shpëlajeni. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!